Kupa ka specifik tjetër, ndoshta Vllaznia ishte pak më lart në atë shpirtin e garës edhe në dy luftime. Kjo edhe nga rotacionit, sepse u pa që ne kishim bërë rotacion me 2-3 lojtar, Vllaznia me 5, pra kishin dhe një gjendje më të freskët fizike. Por që për sa i përket rasteve, besoj që mund nëse do të kishim shënuar dhe me atë penalltinë e parë me Bregun, ndoshta mundet kishim fituar ne, po mundet ta kishte fituar edhe Vllaznia. Besoj që pak më sipër në drejtim të lojës qëndroi Vllaznia sot, ndërsa për specifikën që ka kupa, rezultat më i drejtë ndoshta sot ishte barazimi me atë që paraqiten të dy ekipet në fushë. Ky barazim të ndeshjes së ekipit në Loro Boriçi jep më tepër besim dhe optimizëm. Ajo që sot për shembull që mund të ishte një element pozitiv nga ekipi jon, ishte që nuk u dorëzuan deri në momentin e fundit, pavarësisht se edhe Vllaznia ishte gjatë gjithë kohës në lojë, sepse kishte edhe ajo situatat e veta ndoshta për të shkuar edhe te goli i dytë, por që sigurisht në një ditë jo të mirë të ekipit ton, të marrësh një barazim me Vllaznin prapë është rezultat i mirë. Atë i shpreh 50-50 shanse. Do të dajmë ndonjë? Po mendoj që shanset janë 50-50, sepse është vetëm një ndeshje për të luajtur dhe mendojmë që edhe ne dhe Vllaznia do t'i luajë shanset në maksimum, kështu që besoj që 50-50 është pavarësisht se ndeshja luhet në Shkodër dhe Vllaznia është në fushën e vet, por që edhe neve do bëjmë maksimumin sepse edhe ne e synojmë finalin. Në kampionat fitore të Elbasanit do të arritur shumë, moralisht por edhe në pikëzim. Duhet të vazhdojmë ecurinë edhe duhet që përveç kupës neve këto ndeshjet që kanë mbetur, nëse duam që ta shohim veten në 4 ekipet më të mira, duhet që t'i marrim si finale dhe ashtu do t'i bëjmë. Do mundohemi në maksimum, pastaj të shohim se çfarë do nxjerrë gara deri në fund fare.